Ka diçka sot se ne po flasim për në diskutimin që bëjmë të paktën për call centra që goditën tek rruga e Kavajës apo tek le të themi kopshti zoologjik, bëhet fjalë për të marrë ambiente me qira të cilat shkojnë le të themi deri në 3 kate dhe që ose nëse do të marrim rastin e call centrit që godit tek një nga kullat le të themi në Tiranë, kryesoret në Tiranë ku aty qëndronte edhe ambasada izraelite, ka mbështypjen që ndoshta jo vetëm për shërbimet, por qoftë edhe le të themi shërbimet policore, nuk besoj që është e vështirë ndonjëherë për të marrë vesh, për të pasur informacionin që aty ka një lloj aktiviteti. Le të jetë në duke aktiviteti i lishëm siç është call centri, se duhet ta kuptojmë dhe me qytetarët kanë përshtypjen që call centri është një aktivitet i lishëm, siç e përmendot ju, që shërbimet për pensione për tjera me radhë ofrohen nga kompani të licencuara në Shqipëri, siç janë call centrat dhe kryejnë shërbime fantastike. Këtë do ta pranojmë, por bëhet fjalë për le të themi inspektime tipikisht që shkojnë për kompanitë mashtruese. A mos ndoshta këta paguajnë, le të themi tek individ të ndryshëm, të efektiv të ndryshëm policor, marrë një garanci tjetër, mund të jetë një garanci politike. Shqipëria ka një krye inspektoriat, pastaj ka dhe inspektoriatet. Të cilët sigurisht janë të shtrirë goxha dhe të mirë organizuara. Problemi është sa eficiente janë dhe çfarë eficiencë kanë. Kur themi bizneset të cilët përbëjnë risk, patjetër që këtu do të hyjnë jo vetëm inspektimi, por në vetë inspektimi do të hyjnë dhe shërbimet informative. Sepse duhet kemi parasysh rreziqet që mund të vinë nivelit sigurisë kombëtare. Për shembull, a mund të përdoren call centrat ose pikat shërbimesh të tilla si pika e rekrutimit? Mund të jenë rekrutime të cilat mund të përdoren për grupet radikale, sepse ne e dimë dhe e pam që rasti i 100 apo 150 persona apo 200 persona që shkuan në Siri, që shkuan në Irak, rekrutimet e tyre nga erdhën. Janë pra rekrutimet të kësaj natyre. Nëse kemi sulme kibernetike, atë nuk e dim se bëhen nga Irani, bëhen nga Kipro, apo bëhen brenda territorit shqiptar. Pra gjitha këto janë element sigurisë kombëtare. Dhe këta patjetër përdorin këtë lloj infrastrukture. Kabllot, të cilët janë të shpejtësisë lartë të transmetimit, janë sistemet IT, janë servera të ndryshëm që vendosen, patjetër jo serveri qendror, sepse në rastet e një zbulimi merren dhënat, por janë servera të cilët qëndrojnë në vende të sigurta, që mund të jenë territore ku nuk i kemi këto marrëdhënie dhe mundësi që t'i kontrollojmë shërbimet e vendeve të Bashkimit Evropian, mund të jetë Rusia apo vende të tjera, dhe transmetimi i tyre në kohë reale drejt atyre serverëve të cilët i ruajnë, pra këto janë servera kalimtar, mund të jenë të rrezikshëm pikërisht sepse mund të kryen aktivitete të tilla të palishme, të cilët mund të dëmtojnë dhe mund të vënë pikë pyetje elemente të sigurisë kombëtare. Call centrat shërbejnë apo jo edhe si pika që mund të koordinojnë, po themi qoftë dhe prostitucionin. Si ka mundësi që vendet ose eskortat që vinë nga Brazili, nga Turqia, nga vendet e Amerikës Latine, por ato kanë një kush ka hyrë në faqet e tyre, unë kam bërë një emision të veçantë vetëm për këtë gjë dhe kam pasur mundësi të kem shumë kërkime. Ato kanë një program që ndërë një muaj dhe kanë dhe ditët, ka i ditë jam në Serbi, ka i ditë jam në Maltëzi, ka i ditë jam në Shqipëri. Pra kush i koordinon këta? Ky fluks i madh, mas një muaj ndrojnë ambientet, kush e gjen atyre ambientet? Pra mora një element sepse në këtë formë më të perceptueshme mund të jenë dhe këto forma të tjera të cilat mund të përdoren për grupe radikale apo për grupe ekstremiste apo për rekrutim të tyre në nërmëmet e joshës nga financa apo për një jetë të mirë etj. Të cilët mund të kthehen si burime të rrezikshme pastaj për shumë gjëra të cilët ne shqetësohemi për sigurinë kombëtare. Pra nuk është vetëm Irani aty ku është, po Irani mund të jetë kudo përreth, përveç Iranit ka edhe vende të tjera të cilët mund të kenë qëllime të tjera, por këtu në këtë rast ne po flasim për call centra mashtrues. Ai që mashtron me financa mund të bëjë çdo gjë tjetër që mund të cënojë elemente të sigurisë kombëtare. Nuk e di a kanë dhe grupet kriminale call center, a kanë dhe ato qendra të tilla koordinimi, sepse fakti që ato koordinojnë në mënyrë perfekte, lidhur me lëvizjen e mallit, lidhur me trinj që rekrutojnë për t'i përdorur si shpërndarës, biznese formale, siç janë call centrat, biznese formale që në pamjet parë duken legale, duken të lishme, sepse ato kanë një NIP, kanë një seli,
që ndoshta jo gjithmonë selia raportohet ai që është, po raportohet një seli sekondare apo e tretë, që të mos jetë që selia kryesore, që mund të shërbejë edhe si subjekt kontrolli, qoftë edhe për dyshime të mundura për aktivitetin që ato bëjnë. Dhe mundësia e përgjimit të call centrave është shumë e vështirë, sepse ata përdorin sisteme të brenda sistemeve të transmetimit të rrjeteve të internetit, përdorin sisteme brenda, sisteme të brendshme, që është e pamundur për ti, edhe po të shikoni numrat e telefonit, janë numra verde, numra jeshil. Pra, ti mund t'i biesh një numri, si ti jesh në Itali, si ti jesh në Shqipëri, mund t'i biesh një numri me 800 për shembull. Pra këto janë forma që ata kanë përdorur që nërmjet sistemeve. Pastaj, a janë grupe kriminale? Janë grupe kriminale. A janë grupe të struktura? Po janë, sepse kemi manaxherin, kemi team leaderin, kemi personi që merret me platformën IT, personi që merret me serverat, pra me ato që ai që merret me rekrutimet, po dhe personat të cilët përdorin platformat e mashtrimit, të cilët duke komunikuar me qytetarët në fillimin e joshin me një investim të vogël 200 euro, 250 euro, 300 euro, i krijon mashtrimin sikur financat i urritën, dhe josh atë nërmeti presionit vazhdueshëm të komunikimit, derisa fut kapitale më të mëdha. Dhe në momentin kur kapitali është futur, 10.000 euro, 20.000 euro, zhduken papritur, mbasin kontaktet, dhe kjo ka bërë që ata pastaj kanë filluar të kenë denoncime, të informojnë në strukturët e tyre, nga një rast janë bërë shumë raste, dhe ka filluar pastaj që themi vënia në funksion e strukturave zbuluese dhe pastaj bashkëpunimi për të parë ku janë thirrjet, si kanë qenë transferimet, se transferimet janë shumë të sofistikuara, nuk vijnë drejt për drejt pagesat në territorin shqiptar. Ata shkojnë në zona të tjera ku marrëdhëniet nuk janë të tilla, zonat e paresave fiskale. Shqipëri zakonisht është një vend i përshtatshëm për operacione të tilla. Po edhe Emiratët i kanë përdorur për operacione të tilla. Edhe Spanja, pavarësisht se është vend i Bashkimit Evropian, edhe Spanja është përdorur për transferta të tilla të kamufluara brenda atij territori. E qartë. Një gjë më shqetëson mua duke u referuar faktit që ju me të drejtë thoni që biznesi call centrave vjen mbas biznesit të trafikut të drogës për sa i përket grumbullimit të ardhurave për, le të themi, për këto grupe të dyshuara si kriminale. Ku i pastrojnë parat këto softa, këta individ, se du ta kuptojmë që këta në Shqipëri jetojnë. Janë kapur, sekuestrojnë makina luksoze, sekuestrojnë para, kesh. Ku i pastrojnë dhe kush ja u jep garancinë për të pastruar, pra si i gjejnë këto mënyra, se kjo është pasoja e gjës, përveç vjedhjes që i kanë bërë qytetarëve evropian, po flas dëmi në brenda sistemit ton. Shiko, Shqipëria ka qenë gjithmonë vend i diskutuar dhe nga ne vetë që flasim që a mund të pastrohen parat nëpërmjet fushës ndërtimit. A mund të pastrohen parat nëpërmjet fushës imobiliare. Këta janë format që ata përdorin dhe kompani fantazm, siç kanë qenë rastet e kompanive me frutat egzotike, ku her pas here transfertat nga vendet e Brazilit, e vendeve të Amerikës Latine, rasti i bananeve, ka treguar që këto kanë qenë disa forma qoftë për kamuflimin fizik, po qoftë për kamuflimin financiar, për të justifikuar të ardhurat e tyre. Pra, fatura fiktive, aktivitete që nuk kanë ndodhur, transferta midis njëri tjetrit duke bërë fatura e tjerë, për të justifikuar atë që quhet pastrim dhe rikthimi i tyre në ekonomi reale. E dyta është ndërtimi. Tani të ndërtosh një pallat. Kur ne kemi 35 vjet që kemi dalë nga borderoja, të gjithë dolën barabartë. Pra dolën nga një sistem ku rroga dhe pagesat ishin të njëjta. Në 35 vjet, kapitalet e disa njerëz të cilët janë edhe 30 vjeç, janë marrëmendës. Çfarë aktiviteti ka bërë një njeri, unë kam një jetë të tërë që kam punuar, po dhe ju si gazetar, po dhe kushdo prindit tuaj e të tjerë, dhe mendoni sa kursime mund të kesh dhe sa të ardhur mund të marrësh nga një punë. Qoftë duke mos paguar ndoshta në një taks, po nuk zgjidh gjë. Ja, bleve 5 birra më shumë, por nuk ke mundësi ta justifikosh që një pallat bësh 5 katër në tokë, 7 katër në tokë, të ndërtosh pallate të një kategorie të cilët janë vërtet investime shumë të larta. Atëherë këto para nga dolën. Si erdhën? Si e justifikove? Unë dohet bëje një rekonstruksion, dohet merri një kredi. Minimalisht thoshte më duhet një kolateral. Ç'është kolaterali? Ti duhet të kesh 80% të vlerës, duhet ta kesh për shembull një banesë, ose duhet të kesh një tokë, ose duhet të kesh një pasuri, ose duhet të kesh një gjë.
Po si të justifikosh për shembull, ne unë po flas me marr 30.000 euro ose me marr 100.000 euro. Sa e vështirë është. Si merr miliona euro dhe justifikon këto për të bërë një ndërtim të një ndërtese të lartë. Prandaj që këtu fillon ajo që quhet dyshimi. Dhe kur themi fillon dyshimi, do të thotë që janë institucionet që do të bëjnë këshyrjen dhe verifikimin. Pastaj a e dini që pjesa më e madhe nuk i paguajnë cash, nuk i paguajnë me bank, po i paguajnë cash. Për shembull thotë, hajde ta bëjmë ndërtesën që ne i bleve me 2.700, ndërkohë që mund ta ketë blerë me 3.000 euro. Ose kaq paguaj me bank dhe kaq më jep në dorë. Pra, ka një informalitet, ka një mungesë të kontrollit. Dhe kjo vjen pastaj futen punë noterët apo futen punë disa institucione që nuk janë gjendje ta, ose për shembull një tregues shumë i qartë. Si ka mundësi në kaq vite ne kemi të njëjtin numër, po themi, prurjesh nga emigracioni, e lem turizmin, se nuk e di se sa ka ndikuar turizmi, sa vinë në Shqipëri dhe sa ikin nga Shqipëria dhe bëjnë pushimet jashtë. Sistemi Schengen i ndihmoi që pjesa që ka para shkon në Turqi, shkon në vende të tjera, pra edhe një pjesë dele paras. Nuk e dim sa është raporti midis hyrjes dhe daljes paras në me turizmit, kjo është për tu verifikuar. Por si është e mundur që euro nga 140 ka zbritur 95 dhe për ditë më tepër vjen. Shkova para sa ditësh në një change për të shkëmbyer disa para, edhe po i thoj apo si shpjegohet, kam frikë të marr një pagesë me euro sepse dal me humbje. Kam një kontratë me euro, jam gati të mbyll shërbimin se nuk e përballoj dot. Sepse ai vazhdon thotë unë kam me euro, nuk mund ta ndryshoj dhe nuk e ndryshoj se kanë favor. Ndërkohë që punëtorën e paguaj me lek, taksat i paguaj me para etj. Nuk ka lek thotë. Është shumë keq për lek në treg, sepse ka sasi të jashtëzakonshme eurosh që qarkullojnë. Dhe ky euro, ky lumi i madh parash, nga vjen? Si vjen? Ja ndalim në një tjetër moment. Kisha 5 huaj, të gjithë shkëmbeu, njëri shkëmbeu 20 euro, tjetri shkëmbeu 50 euro, njëri më i shumti ishte 100 euro. Pra ka i shkëmbeu, nuk është shkëmbeu në gjithë madh. Që se quajmë këtë shkëmbim, që nga ky shkëmbim ne kemi shumë para, pastaj nuk e di, po është ai që themi nga vin këto para si pastror.